T'ju thëmë drejtin, jam pak sa i befasum me gjitha ato që ka po shohin media rreth kësaj situate, për shkak se vetë kam qenë pjesëtar i Forcës së Sigurisë për një kohë gjatë, po edhe një ish ushtarak edhe më herët, dhe e di fare mirë që kur një trup ushtarake merr detyra, ajo që me kohë i precizon edhe marshutën se ka do të shkojë ajo nisi ose grup ose çfarë do të qoftë ushtarake, dhe cilat janë detyrat konkrete të saj, dhe aty nuk lehet kurfar hapësire për gabime. Dhe tani thuhet që është bën një gabim i tillë, mu po m'duket pak e pabesueshme, për shkak se e di që pjesëtarët e FSK-s janë të përgatitur shumë mirë, dhe unë mendoj që në kuptimin profesional ata nuk do të banin gabime të tilla, lëshime të tilla. Tani, a mund të jetë kjo një informacion i gabueshëm në opinion ose një manipulim me një veprim të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ato janë çështje tjera të cilat unë nuk i di sepse s'jam aty. Por nuk m'duket informata në opinion që është shumë reale në përputhje me ato se çka mund të ndodhë. Prandaj e thash që në fillim që është e vështirë që eprorët, nënoficerët dhe oficerët e FSK-s të bëjnë gabime të tilla. Ata gabime të tilla mund të bëjnë vetëm nëse u urdhërohet të bëjnë diçka të tillë. Në këto raste mund bëhen gabime, pra po them në thojza, sepse ata i bëjnë përgatitjet me kohë të detajume dhe është e vështirë që të ndodhë që të bëhen gabime. Ose mund t'jetë një lojë për cilën nuk dim nëse pse bëhet në këtë mënyrë, e dikujt për instanca më të larta, ose thjesht është një papërgjegjësi në fakt e ndonjëanit prej përgjegjësve në FSK.